Ana Denusatel, gruaja që ra viktime një imituesit të Brad Pitt dhe humbi mbi 800.000 euro, ka vendosur të përfitoj nga fama që krijoi nga kjo përvojë e vështirë dhe ka treguar këtë në të gjithë historinë në librin e saj të ri, të cilin e ka publikuar me 18 shtator me titull Nuk do të jem më viktim. Kujtohet se 50 vjeçarës francezi është ofruar një mashtrues që është paraqitur si Brad Pitt dhe i ka kërkuar asaj afërsisht 800.000 euro për të mbuluar kostot e një trajtimi të cilit po i nënshtrohej për veshka. Gruaja u mashtrua kur i dërguan disa pamje të rregulluara me inteligjencë artificiale dhe pikërisht për këtë do të diskutojmë tani në këtë pjesë të tretë se si mund të bien pre mashtrimeve nga inteligjenca artificiale, ka më shumë anë pozitive apo negative si kjo që i ka ndodhur 53 vjeçares franceze. Këtë do ta diskutojmë me Ermand Merteniken. Mertenika, përshëndetje. Përshëndetje Dorontina, kënaqësi që jam pranë jush në TV1. Kënaqësi edhe për ne të kemi. Për këtë lajm Po marrim shkas nga ky rast që i ka ndodhur një gruaje që ka humbur 800.000 euro nga ajo që ka rënë pre